hapim ekspozitën për trashëgimi kulturore dhe historike, e cila është shumë e rëndësishme si për histori ashtu dhe për gjuhën latine. Këtu janë të paraqitura disa foto, të cilat kanë vlera të larta historike dhe kulturore të vendit tonë. Ju ftoj ta ndiqni këtë ekspozitë. Këtu kemi monedat të Justinianit, shekulli 6 pas lindjes Krishtit, ndërsa këtu në imazh të poshme kemi vetë lagune në kohës hekurit shekullin e 8. Në këto imazhe kemi historitë të epokës të Neolitit, që shohim shkoka e gjartrit dhe gjithashtu imazhe të diellit që tregon paganizmin. Këtu poshtë është vahat e shekullit 6 pas lindjes Krishtit. Këtë periudhë krishterizmi kishte pushtuar krejt gradishmit balkanik, ndërsa këtu është një unazë, cila përbën edhe imazhe të diellit, edhe imazhe të kryqit, cila tregon dualitetin mes paganizmit dhe krishterizmit. Këtu kemi tre imazhe të enëve antike që janë përdorur në të kryerën. Kurse këtu kemi dy foto të hulumtimeve në vitin 2012 në lokalitetin arkeologjik Hisar në Suarek. Këtu në këtë pjesë janë të paraqitura disa stela romake, të cilat janë gjetur në veçantë të Suarekës dhe u takojnë shekujve 2 dhe 3 pas lindjes së Krishtit. Këto përveç se kanë një rëndësi të madhe për historinë, ato luajnë rol të rëndësishëm edhe për gjuhën latine. Ku për shembull, në foton e parë mund të shohim se thuhet Dis manibus ulpia manda, anis pinte, elia andia, filie meae, pestime, posui. Ku në shqip do të thotë, në duart e perëndisë së Manës, ulpia manda, e cila ka jetuar 15 vite, elia andia, vajzës së vet, janë ngrit në dashuri. Këtu kemi disa fotografi të ndryshme nga aktivitetet që janë bërë nga rrethanasit e ekspozitës. Për shembull, këtu kemi vizitat që janë bërë këtu. Kjo për shembull është katedrala e Splitit që është ndërtuar nga arkitektët shqiptar. Këtu kemi ekspozita të ndryshme arkeologjike, këtu kemi muzeun e Suarek, këtu kemi shtëpinë se ku ka qëndruar Skënderbeu në vitin 1466 dhe këtu kemi një fotografi të Skënderbeut. Këtu janë të paraqitura disa objekte arkitektonike nga Rahoveci. Për shembull, këtu është dera e Bodrumit të vjetër me motiv rushi. Kjo na tregon shumë për historinë e Rahovecit, arsyeja se tregon që Rahoveci është marrë me kultivimin e rushit dhe verës. Kjo është e madhe ku besimtarët musliman kryen lutjet e tyre, kurse këtu është Sahat Kulla, një monument i vjetër historik, dhe këtu është një ndër shpitme të vjetër në Rahoveci. Atëherë të dashur nxënës, faleminderit për angazhimin e juaj. Të gjithë keni kontribuar në këtë ekspozitë, e cila paraqet kulturën materiale dhe shpirtërore të popullit tonë, të gjetur në territorin tonë. Në të njëjtën kohë, kjo na mëson se ne do të kemi një qasje civilizuese dhe trashëgimisë kulturore, duke u fokusuar në përpjekjet tona për ruajtjen dhe kultivimin e tyre. Besoj se kjo ju ka ndihmuar që ta kuptoni rëndësinë e trashëgimisë kulturore historike. Shkolla jonë deri në gimnazium ka një vëmendje të veçantë edhe në fushë në kuadrin e mësimit të historisë dhe gjuhës latine, pasi që shumë objekte monumentale kanë një shkrimë latine dhe loja e tyre është e domosdoshme për ta njohur historinë. Edhe herë faleminderit për angazhimin e juaj dhe suksesin të